nga njerëz që janë penetruar në atë sistem, është hedhur hira tek të tjerë që e kanë marrë këtë gjë me shqetësim të madh duke e besuar. Gjëja ka marrë për masa botërore dhe është shumë e thjeshtë për ta kuptuar se pse Irani është interesuar për këtë narrativ dhe pse kjo narrativ jo turizmin, po kjo narrativ fillon njerë duke shkatruar një nga pikat më të forta të reputacionit shqiptarëve në përbot, të cilën bota tani ka filluar ta kuptojë tamam që është se si muslimanët shqiptarë, po bëhet film për këtë. Muslimanët shqiptarë, së bashku me të krishterët, shpëtuan ebrejt. Kjo është një medalje ari që na e kanë dhënë ne dhe ja kanë dhënë Shqipërisë ata që nuk e rrojnë më. Dhe që pastaj të bëhen me inteligjencë artificiale video, protesta që nuk ekzistojnë. Buzdetit me miliona njerëz, ku ka Buzdetit miliona njerëz? Këtu që bëjnë protest dhe që të gjitha mediat në lindjen e mesme, në Izrael, në Amerikë, të nxjerrin atë protestën dhe thonë ja, është përpjekje për të na bërë gropën. Nuk duhet shumë për të na bërë gropën. Ky është sulmi që është bërë nga ata që janë armiqtë të Shqipërisë, Irani, me ata jemi në armiqësi, nuk jemi bërë në armiq me ta, janë bërë ata armiq me ne. Dhe që e kanë shfrytzuar këtë moment. E dyta, nuk e them unë, janë një sër raportesh, jo vetëm të shërbimeve inteligjente europiane, raportet brendshme që ne i dim, i njohim, po dhe raportet të publike, të instituteve të ndryshme, që nga suedezët e të tjerë që kanë vërtetuar që vendet të mëdha, të cilat janë kundër Europës, janë kundër Bashkinë Evropiane dhe janë shumë të interesuar të godasin shoqëritë e vendeve që duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, e kanë strategji të tyre të përdorin çështje ambientale për të krijuar rrëmuj. Se çështjet ambientale janë çështje që prekin shumë njerëz. Është strategji. Merë një çështje ambientale, ka një potencial etj. etj. E treta, ne kemi hyrë tani në një territor ku duhet të matemi shumë mirë edhe duhet jemi shumë përgatitur sepse kemi hyrë në territorin e një konkurrence të pamëshirshme. Është konkurrencë kjo. Është konkurrencë. Nuk është fare sekret që kemi hyrë dhe këtu s'ka lidhje fare me shtetin. Nëse gjithë mediat greke, nëse një nga burimet kryesore të gjithë kësaj lufte hibride është media sociale dhe jo vetëm greke, kjo nuk lidhet me qeverinë greke, se bën qeveria greke këtë. E bën konkurenca. E bën konkurenca dhe hidhet para shumë e madhe për të bërë këto lloj luftrash. Kështu që dhe këtë duhet me mbajt mirë parasysh. Ikja e një investimi, shikoni këtu, ikja e një investimi nga Shqipëria në vitin 2009-2010, diku atëherë, që shkojnë Malzi, vendosi se ç'a ndodhi me turizmin në 20 vjet. Si u bë Malzi, si mbetëm ne. Ky investim nuk ikën nga Shqipëria sa t'jem unë këtu. Se ky investim mund t'hiki, shkon në Greqi, shkon në Malzi larg qoftë, shkon diku tjetër, nuk shkon fare asgjikundi, nuk ka rëndësi, po t'hiki nga Shqipëria, i bie që ne të kthejmë përmbys diçka që e kemi ndërtuar kaq vite. Tani, po të shikoni të gjitha këto gjëra nuk dëgjohen kur ka zhurmë madhe. Se s'dëgjon njëri as argumenta, nuk dëgjon njëri dalin ata atje, anullo, po kur thoshin 5 kushte.
jep dorëheqjen, bëj këtë, bëj atë, po dash dorëheqjen si do i bëj 4 tjerat unë. Po kjo është çështje pastaj kjo hyn te logjika. Jo, jep dorëheqjen ishte e para, pastaj ti më maçuan dhe po mirë, po jap dorëheqjen, po 4 tjera si do i bëj. Nuk bëjmë negociata, po nuk ka shans që unë të bëj negociata, se s'kam kërkuar kur negociata për këtë gjë. Ama është e sigurt që në të gjithë procesin ne kemi qenë shumë strikt. Shumë strikt. Po që dalë sot, është thënë që investimi është 27 milion euro të tjerë. I referoheshin një leje që është kthyer mbrapsh. Ne kemi refuzuar, i kemi kthyer mbrapsh projekte, i kemi kërkuar më shumë në funksion të mbrojtjes së mjedisit. Kemi kërkuar distancë nga laguna, kemi kërkuar ripërtritje të një pjese aty të biodiversitetit e tjerë. Kemi kërkuar zgjerim të plazheve. Kemi kërkuar pastrim të ujit lagunës, se ju dini më mirë se sa unë se ajo në çfarë gjendje është laguna aty, apo jo? Sepse aty janë për shumë kohë nuk është bërë kujdes për qarkullimin e ujit e tjerë, di Kanani si më ka shpjeguar 1000 herë. E duke bërë Kanani bashkë me fshatarët atje, çka ka mundur. Atje gjendja është shumë e rëndë nga pikpamja mjedisore. Pastaj shto dhe plerat edhe shto dhe gjitha ato llozhurat atje. Kështu që të gjitha këto tani, patjetër që ajo që ndodhi me atë që u troi zvarr është një gjë e neveritshme, patjetër. Dhe nuk bën vaki që nëse qeveria, se këtu e ka qeveria pjesën, nëse institucionet e pushtetit ekzekutiv janë të përzira me këto gjëra, të shkarkojnë me njëherë drejtorin e policisë. Se po t'ishte se policia do ishte e vënë në funksion të kësaj gjës, se këtu ka një interesa që i mbulon pushteti lartë, s'do ndodhin të gjëra. Nuk do i hiqe licenca kompanisë e tjerë. Jini të bindur për një gjë. Ne duhet ta bëjmë këtë projekt se s'bën dhe këtu me këtë projekt Vlora nuk është më një qytet i Shqipërisë. Me këtë projekt Vlora s'është më një qytet i Shqipërisë, fare. Vlora është një destinacion i botës. Do më thënë, si që dëgjon tër planeti për destinacione turistike që i di gjithë bota, ashtu do futet edhe Vlora aty, edhe Shqipëria pastaj me Vlorën bashkë. Kjo është e sigurt. Se nuk është vetëm puna se po mbyll atë radio se më shkatrove, çe ke këto? Po ç'a dëgjon lajmet atje, ç'a bën? Të lajmërojnë për lajmet atje. Po ç'a të them? Dhe keni parasysh dhe gjithë fundit. Ky investim që do të bëhet në atë zonë, do të sjellë shumë investime të tjera për të blerë këtu pasurit patundshme, shtëpi, për të blerë apartamente, për të hapur biznese, për të bërë restorante, për të bërë, është efekt zinxhir jashtëzakonshëm. Çfarë t'ju them unë më shumë? Mua kështu më vajti jeta. Për çdo gjë, për çdo ndryshim, gjithmonë onxho-bonxhot përballë. Në disa raste pastaj edhe të tjerë që nuk kanë lidhje me onxho-bonxhot, po që preken dhe shqetësohen se do shkatë, si do bëj, po çfarë? Ore do vinë ata nga ana e anës. Me 4 miliard, me emrin që kanë, që kanë gjysmën e botës armiq. E do vinë këtu të vrasin pelikanë, të hedhin beton që të bëhen zhele në sytë e gjithë planeti, po a jeni vetë apo si? Si do vinë ata nga anë e anë, do vinë ata të tjerë nga Katari, që kanë ndërtuar rezortet nga më luksoze në për Maldive e në për vende tjera, do vinë këtu të lënë fytyrën e të bëhen delja e zeze e botës. A jeni vetë apo? E vetmja gjë pozitive, e gjitha historia është që vetëm inatin ju ka shtuar për ta bërë gjën akoma më spektakolare. Dhe këtu do jemi, do rojmë, shpresoj,
e do shohim. Kështu unë ju falenderoj shumë për durimin. Mendoj që gjërat do shkojnë mirë dhe një gjë ju them, në momentin që do vi projekti, në momentin që do jetë gati projekti nuk ka për të ardhur në Tiranë, do të vi në Tiranë, por projekti do vi bashkë me mua, bashkë me ata, do vi te ju, po jo te ata që janë atje në rrugë. Ata në rrugë le të rinë deri në 2029-ën. Atje të rinë, deri në 2029-ën. Dakord? Edhe të futen në zgjedhje, ta masin se sa ju kushton lëkura politike. Se ajo është e gjitha politik. Ajo s'ka lidhje fare me mjedis. Dhe Shqipëria e shqiptarëve është parulla më e turpshme. Gjermania e gjermanëve e bëri Gjermaninë qametin e Europës dhe pastaj i la Gjermanisë njollë më të zezë. Greqia e grekëve është Greqia e Agimit të Ardh. Nuk është Greqia e popullit grek, nuk është Greqia e atyre që populli grek i voton për ta. Kjo është një parull që ka brenda vetëm fashizëm, por natyrisht që jo se ata janë fashist, ata janë të paditur. Ata janë të paditur. Ata kujtojnë se e merr flamurin e lidh këtu në fyt, edhe ajo të bën patriot, edhe ajo të bën advetar. Flamuri nuk respektohet kur e lidh në fyt, flamuri respektohet kur nuk hedh plerat në rrugë. Kështu që në momentin që do jetë gati projekti, sepse këto projekte kanë dhe i gjë tjetër. Unë isha me Mitsotakis mbrëm në Tivat. Edhe po flisnin për Kosta Navarinon. Edhe ai po tregonte atje se çfarë ka ndodhur me komunitetin rreth rrotull asaj zone. Nuk ishte zonë turistike e Greqisë. Fare, ishte tokë. Se çka ka ndodhur me to. Dhe këto projekte bëhen me komunitetin. Bëhen me komunitetin, jo thjesht se do marrin ata dhe do i thonë hajde këtë do fusin punë. Jo, bëhen me komunitetin për shumë gjëra të tjera. Dhe kjo është pjesë e bisedës dhe e programit. Po kujt ja thuash? Se kur thonë s'ka transparencë, transparencë për çfarë? Transparencë për çfarë? Për çka kam unë kokë? Transparenca kur të bëhet projekti, kur të përfundoj. Kështu që në rregull jemi. Minella, gjykatën vlla. Dakor? Edhe ti gjykatën, po tani gjykatën. Gjykatën. S'kemi tjetër. Demokracinë, për sa kohë kemi zgjedhur demokracinë, kemi zgjedhur gjykatën. Të ikim tani. Tani shiko. Tani të ndahemi në Minella, tani të ndahemi në partitë tona ne, të vemi ne te partia unë ti vazhdo me tënden, ashtu.